Unë jam Luftar Bra, jam drejtori i shërbimeve publike në komunën e Prishtinës. Ideja ka ardhur nga kryetari, është gjatë një vizite që ka pasur në Linz dhe ku ka vizituar një qendër të tillë të ngjashme me këtë të Prishtinës. Është një ide që ndërlidhet me konceptin dhe vizionin për një Prishtinë të kulturës dhe të artit dhe të edukimit, ku të gjitha ndërlidhen, kretë këto disiplina ndërlidhen mes vete për të kriju breza të ri shumë më të avancume dhe më konkurrent në tregjen ndërkombëtare. Sigurisht është një ide që po ashtu ndërlidhet edhe me vizionin urban të kryetarit, ku qendra e qytetit është qendër për rininë dhe për kulturën, nuk është qendër thjesht për me komercializu dhe me bo markete. Prandaj është sot këtu në ish shtëpinë e Mallrave Gërmia, mund qendër qytetit në një nga objektet më ikonike të komunës Prishtinës, kryeqytetit. Ka të interesum, vazhdimisht ka të interesum. Kemi qelluar në një sezon festash, ka pas ditë që ka pas më të interesum edhe ditë tjera që kanë qenë njerëz të angazhuar me festat, me familje, me të gjithë. Po momentalisht ka interesim të mirë, ka edhe fëmijë të rritur, ka prindër, ka edhe mosha rinore që afrohen edhe vinë me vizitu. Kjo është një qendër përfshirëse, ku integron mrena vetës disa teknologji, të përfshi prej atyre përmbajtësore dhe mediale në teknologjit thjesht hardware, në projektor që paraqiten në senzorat televizjes. Programet janë të shumëfishta, ne kemi disa abonime me programet e BBC-s dhe Uniview që janë, në cilat ka edhe programet e NASA-s, është kozmosi, është dielli, ka lëvizjet e të gjitha planeteve, pastaj kemi edhe deri te programet e oqeanisë, ku hynë në thellësitë e oqeaneve, edhe sheh jetën shtazore dhe florën e fauneve në fund të oqeaneve. Ka edhe programe tjera si që janë për shembull programet e Mont Blanc, të maleve, po kjo mund zgjerohet dhe do të zgjerohet, sigurisht edhe gama e programeve që do të shfaqet do të zgjerohet edhe në gamë tjera që mund të jenë shkencore ose të ngjashme me edukative e shkencore. Për shembull këtu mund të shfaqet edhe anatomia e njeriut me të gjithë muskujt e kockat edhe me detaje të tilla që normalisht në një monitor thjesht edhe nuk mundesh me i pa ose nuk mundesh me i ndi siç mundesh me i ndi këtu, që mund të përdoret nesër nga profesorët e mjekësisë për t'ju shpjeguar një lanë caktuar të anatomisë apo fiziologjisë e tjera në mjekësi. Përdoret në programin tonë, është parapame që të koordinohemi me gjitha shkollat fillore dhe të mesme të kryeqytetit, dhe fëmijët e shkollave paradite të kenë qasje, normalisht në mënyrë të koordinuar dhe të organizuar, me orare të ndryshme prej shkollës shkolle, prej klasës klasë, të kenë qasje në këto programe dhe të vinë të inspirohen edhe të marrin ide për të ardhmen e tyre. Duhet më ardhmë me vizitu Deep Space-in patjetër, jo veç një herë, po edhe më shumë se një herë, sidomos rinia unë po them edhe një herë për të inspiruar dhe për të pa mundësitë e veta, edhe artistët për të ardhur dhe për të inspiruar dhe për të kriju përmbajtje të reja që do të jenë në gara ndërkombëtare dhe që do të jenë materiale për shfaqje ndërkombëtare. Është një teknologji që jep mundësi të tilla. Ne jemi të hapur për të ofruar bashkëpunim. Krijimi i materialeve të tilla na bën neve shumë më të konkurrueshëm në tregjet ndërkombëtare, jo thjesht për të qenë kodues ose si më thon programer të vegjël, po për të qenë njerëz që ofrojnë përmbajtje. Kjo është ndër 5 qendrat e vetme në botë, të tilla që janë. Edhe është një përparësi jashtëzakonisht shumë e madhe, sidomos për rinin tonë, e cila vjen edhe e shijon këtë përvojë. Pa marrë parasysh ai inspirohet nesër më u marr me krijim të përmbajtjeve të tilla. Kudo që të shfaqet në botë, kudo që të shkojnë në botë, do të jetë shumë më konfident dhe shumë më përpara bashkëpunëtorëve të vet. Edhe është shumë me rëndësi për rinin tonë më ardhe dhe me pakta. Ka pas sfidat e veta, sigurisht si çdo projekt që i ka sfidat e veta, kemi pas një ekip të shkëlqyer edhe të partnerëve ndërkombëtar që e kanë kriju këtë Ars Electronica të Austrisë, po ashtu bashkëpunëtor tonë UNDP edhe krejt ekipi jonë i komunës që është angazhuar në këtë projekt. Ka qenë jashtëzakonisht shumë profesional, e kanë ditë prej fillimit ku po dojnë me mrri dhe si po dojnë me mrri. Do të thonë e kemi ditë gjithë bashkë, edhe nuk kemi pas probleme, sfida që na kanë bo me dyshu në herë në suksesin e kësaj. Normalisht kemi pas pak vonesa, kemi pas
disa gjanat pa parashikuar, po jo sfida të tilla që më na dëshpëru edhe më na pru në pikpyetje të tilla, në dilema të tilla. Dikush mundet me ardhë me preferenca, po mënyra se si paraqiten programet edhe si bëhen këtu programet është shumë specifike dhe ka një profesionalizëm të veçantë që duhet me pas mrapa, nuk është shumë e lehtë me u bë, nuk janë thjesht me shfaq një video aty edhe me thonë kjo do të shfaqet edhe mundet me bë, ka punë me i mbledh, me i gërshetu video të ndryshme, sidomos në ato që krijuan sepse janë disa projektor, nuk është një projektor. Do të thonë secili prej tyre duhet të ndërlidh, duhet të ditë secili piksel ku bjen, piks e dritës e fotografisë ku bjen, kështu që nuk është bashkë drejt për drejt e bini video dhe shfaqet ajo video. Mundet më shfaq, por mandej del diçka shumë e thjeshtë edhe nuk e humb efektin e vet. Duhet me pas shumë kujdes, edhe na do të kemi jashtëzakonisht shumë kujdes mos me pranu gjithçka. Domthonë duhet të jenë japim mundësi me testu, po jo me dalë edhe me shfaq për publik, se nuk ka kuptim mandej me humb peshën, rëndësinë dhe cilësinë e krejt këtij projekti me video edhe me përmbajtje jo cilësore. Po është një prej pjesës teknologjisë që shfaqet këtu janë video 3D përmbajtësore, për shembull ato që i pati ishin disa edhe Oceania dhe pjesa e Mont Blanc, skateboardistat që skijonin, domethënë edhe xhirohen me 3D edhe shfaqen 3D, por normalisht janë edhe gjithë projektorët që i ndërlidhen këtu. Është pak punë e veçantë me u bë ajo, prandaj unë bëj thirrje gjithmonë që të rrit me ardhë, me pa, mu inspiru edhe me ju fut kësaj lami. Është një lami shumë e veçantë në cilën mund t'jenë shumë përpara, sepse kanë një platformë ku munden me bo testime, me ardhë me bo në ide dhe me pru me bo testime, me pa që shpjo del, sigurisht me të parën është vështirë me pa sukses, po fillon të e hek edhe tremën, të kriju edhe përvojën, edhe mandej të ardhmen krijon diçka në cilën je edhe për Hollywood edhe për kudush.